në Lejshi. Të përshëndesim familjarisht në mbrëmjet e bukurit mirë edhe për juve. Faleminderit shumë. E kam tashmë telefonatën e parë për sonte. Alo, përshëndetje, mi mbrëma mirë se na erdhe Shaban. Përshëndetje, mi mbrëma mota Lule. Shabane, respekt për programin tënë, emisionin tënë, për dëgjues të respektues. Faleminderit shumë. Shaban, si më shëndet dhe familjen si ki? Mirë, mota Lule, faleminderit, respekt, mirë. Shoqërisit kemi ty gjithmonë me të mira. Faleminderit shumë, Shaban. Po çka kotre atje pe juve në atë peje në bukur, o Shaban? Faleminderit për te nga peja, nga Lipeniqi, sot, o konë koha mirë, dje konë mirë, qetësi, rahat, mirë o puna, mirë o faleminderit, pa zarar, dalim, po hecim, koha dika me mjegu, dika është mirë, po mirë, koha më konë sot 11 dhjetor, shumë fantazi është. Shqyr që aja është më rëndësi, po me punë si po kalon apo lodhesha? Jo, mota Lule, faleminderit, respekt, mirë me punë, mirë më ka shkojnë puna, me respekt, ti e din se unë jam si familje mi, respekt, kune kur nuk e gjuj ka me fjallë, shkoj e kuj punën, i pres gjinën me fjallë, i pres këta bre, Dhe gjus po menon? jo, A mishterit atje që i ki? klientë, po mishteri si kom në sjellës, i pres me fjallë mira, ku kanë diçka problem në i sen, në i prishit diçka, i respektoj, i jep i çdo kuj, faleminderit, respekt, i shkuj prishit çka ti kom, neset natë koqona, i a jep i kolegës, çdo sen, mota Lule, po mëndona më konë mirë me gjithë kanë. Inshallah Zoti është i mirë për ty, ta jap shnetën e rahatin qaja kryesore, sa ma mirë njeri mu munu me bo mirë ma mirë, është se ty bet keqës kur s'ja ka po hojren, kështu që unë të falenderoj se jekë si njeri normal. Pasha Zote, për qëtë është mota Lule tash në këtë emisionin tonë, jetimi a thonë që në gëzot kur. Po jetimi jem rritë, po qa ki me bu, po tash du të më shku mire, me respekt me gjithë kande, me mota, me vllaznije, po qa ki me bu. Po ti që shje? Mirë, pasha Zote, mirë edhe unë mirë jemi ta A jena mirë po tani, kalun. pa që i kanë punta, po mundën e punua, që i kanë halë ta. Mirë për Zotin, mirë edhe këta janë, mirë po punojnë ka pak që shto, po, vlimo dhe halovë lasor, më punë është, po qa më bon që shto. Allah jeni muft, e ti që i ki punë, ta je lodhe që i ki halë ta. Mirë për Zotin, më lodhë ka pak, po njeri lodhet kur punan, po mirë, kur është neta tjerat janë probleme Për më të Kosovë vogla. të nona, ke foli që i kanë punë ta. Po ti be fula pak ma heret me nanën e me vlavën e mirë edhe atje mirë, janë mirë, po kalojnë, si në Kosovë që ashto. Mirë kofshin gjithmonë, mirë kofshin gjithmonë. Faleminderit shumë. Shabana, do të kyqesh në temë, apo vetëm na këthirë na përshëndeq? Për zëtë unë e Lule, unë të në herët, sot e kish këtë emision, inshallah e gjithmonë me të mira, unë e veç kom që me marë pjesë në këtë emisionin tënë, të respektushëm, edhe me një mirë për tonë dhe gjust pe gërmes, e den gërmen më të voglen. Atëherë, unë të falenderoj shumë për pesmarrjen, je gjithmonë një mirëseardhër në telefonata, respekt pa fond të roj një arktim bukur në vazhdim, dëgjohem herave tjera, natën e mirë Shaban gjithë E mira gjithë, e faleminderit, respekt, kom që me një gu misioni, kom që me për qelë, po unë me shpënda, mota Lule për shpëndaj, po nuk di që mu ka bu me Facebook, a kështu për shamë të shqyta shkomene si i qita, falines i lidzoj. Po Facebookin ku për qes, në minë shpënda dikun, nuk po di ku kum prek, nuk pishojnë gjinja, apo kuptën, ku të shpëndaj emisionin tënë, Po, kuptoj. nuk e di, kom që me shpënda, kom që gjdo të dëgjuzve, mirë është kur gjë së është kur gjë me shpënda, me respektu ty e mu, atjetin e kretë, e natën e mirë e me të mira. Natën e mirë, gjithë mirat respekt, tonë. Faleminderit. E kishëm pra edhe Shaban Alimejen të dëruar dëgjues, e kam edhe telefonatën e radhës.
Ale, përshëndetje, mi mra ma mirë se na erdhe Adem. Përshëndetje dhe mirëmbrëma për ty, zonja Lule, për dëgjues, telefonust, një përshëndetje shko për të gjithë. Faleminderit shumë. Adem, si je lodha që ki puntë? Për bes mirë sot, punu s'kam, po e më kom me në seminar në që firma ka pak me në trajnu nervat. Jo me në trajnu, po me në trajnu. Pak psikologjisht puna që kem punë me qytetarë, me udhëtarë, qysh mos sjell, me kontë qetë, mos më na bo nervoz. Mik shtresit, zakonisht për shtres. Mirë shumë, qa me bon. Kështu është jeta dhe dohet ka njëherë, sidomos ju që keni obligime dhe me të vërtetë ato lujnë jo vetëm një jetë, po shumë jeta, kështu që me të vërtetë dohet normal. Me tregu zonja Lule, në nxes i pa tramvaj, ku t'ja ka kërësit bë një kerë që përshesh bre boni, so dihma shpejt, so zjarë fiksi, thash qërë më rezët, dhe që gabim i vogël, edhe te spitali, te një spital në Düsseldorf, a i shkreti shku, me gruja ti kish pas me bo operacion, ku me ditë ly parkingi aty, ku të dalë në shina, ta ka për mletra, që me ta që fotografin të merrëush. Qka me bo, qëra për ski, e shofet i ratë leg, tani mullet të jash dimën e parë, e qytetarë duhet kemi veta, jeni kusht lëndun. Po, mirë, shkoj, pra nak ne mirë, nese të lëndun, s'pat shumë, një gru pak, ke e shokune, e morëm atë, i rahatojnë, po do me thonë që na trajnojnë për çdo sekund. Dohet me kontë kujdes shumë, dohet për kur t'jesh shërbim publik, do të me konë i pregadit për çdo sen. Normal. Adem, a ke dëgju temen për sante? Si pa hirin dëgjova, po më pëlqej dhe kjo u munova i pari, po s'po ta shonc, po ta përshëndes edhe para folësin. Në rregull, tema ke mirë, më pëlqej, po përse të njerën, është ta hina i dëgjus të ashtë edhe, ka që me në dëgjuna i dëgjus e ri, edhe unë e kuptoj ma mirë. Falë. Temen na ka dërgu pikërisht Enver Fazliu nga Barileva, tema o kjo, a ma shumë vret plumi apo bukën që ja jep gjithkujt? Plumi ta bëvesh një birë edhe të kur ta lisë. Po, për lidhe me një metaforë, tonë e dim, po për përsërite, tha shko një gjëtar, tha në bjerë, tha me gjujtha dhe dimen, këtu një herë dimen, tha dhe në zonë, tha, nota e takohet me Arushen, tha e mura Arushe, ashtinin në gjitha dhe i boni konak gjithë notën, kur o qutë nesit me në gjithë, tha, që shë ka lojë, tha, valoj, tha, mirë, tha, vishtë ka ordhera. Tha merë tha një thikë, tha dhe më shumë ba një vrimën të tha, jo bre, o ba më bre, tha një vrim, i ra këtë thikë, edhe ecë, tha, shkojnë bas një viti, pra po taku, tha, Arush, tha, varat pas ka me, tha, vara, po fjalla, ja. Për zonja Lule, unë nuk po du me dhënë tash se unë me dhënë vete pitet është marrë, se unë në mëngjes jam konë, po si familje, kena dhënë bukë shumë. Bili, se s'po kam qare për mene dhe bili, se unë ma ka të hjek vrejtjen, tha, unë e qëditën, tha me juve, qysh për jepshit bukë. Pra unë e thamë, aj që ma ka hangën me shërë, kur hajrin me s'ja poftë. Pra unë ja pasjallon edhe unë me shërë, edhe mu që atë të kësi jam gjithshin. Veç unë jam unu, mja dhonë, ku shumë ka të rëki ndërë, fisi bini lasë zote që thojmë, me në rusi mikë, si mësafir, si shok, si dashamir. Pra, kush ma ka unë me shërë, shërë, në zonft, 7 shok, je veç ato për 7 shok, korpi shërë më zdojtë. Skifaj. Nja pa që adhon me shërë, mërë edhe mu në 8 më gjithë. Po, kom pas dëshirë me në ru, se kom llogarit, kur të ta mësyn dikush në konak, ka që për shembull me ta, e ka bunjet me ta në ru konakin, pra
që ka pas me në qëllim keq, unë po të thamë me keq që a gjithë prak, sot për sot, po të thamë tekst për jencës, se ka njës që ta honë me shërë edhe, po ja kum lënë zotit, kush ha me shërë, shirë në zonft, pa mu 24 orë. Gjithë shka ka, mu me thonë që s'duhet këtu sene, s'muj me thonë, se të me morë edhe një si metafore, pe plaket e kom një pas ndjes, u kom i qeti rafsh 3 fjallë, tha kur të vdes, tha dikush, tha 3 par njerës, tha shkojnë me pa. Një par, tha shkojnë fisi bini la zotit, një par, tha këshqyrin, tha, a qka kalon, tha dhe një par, pak e shkuptime, a del na i sen aty. E qita të rejetit për shamull, e hongshin denimin, e meritun. Po, sot për sot ka gjithë shka mu nuk garantoj për bezot, ka herë dhe vetet nuk i besoj, jo mu njerët, se mu vetet nuk i besoj. A di ka herë këthejna me nëj, bili unë e kur të më pytin dikush unë e baj, qa the? Jo po mua të ramatevi ke, adem ti pe kupton, po du me kuptu mirë se s'pi besoj veti. Që më kish pa të regu për një pun, adem kum të regu, kum harruaj muatër, kum harru. E ta është ati kur s'pengon njëri me vëmendje dhe ta është edhe vete se jam ka i besoj. Se jam mu dikuj tjetër. Në është ta ka dikush tjetër ma shumë me laboru, po s'po zgjanuna ma shumë, une veç ka qpota me thonë, me ta begetu programin, me bu pjesë e këti programin, me të kalëzu që kësaj dhe jem, që kje në ajsan tjetër më mbet kësaj dhe jam. Unë të falenderoj shumë për telefonatën, në respekt pa fonë, pajtuna plotësisht se me të vërtet ka edhe si njerëz që si thuajnë që shë ka cekë edhe bacen verë, ta hojnë buken me shërë, po qa me thonë, për zotin s'po di qa me thonë, nuk po thamë një me në fyt, po zotin e dinë. Shtatë shok i shkuft, shtatë. Ko shashku mja unë dikuj me shërë, qa jam gjithë. Kom shku për shumë me ndëru kanokin, me respektu, nashta me bu një humor, me full, na piga mërësim, na nuk jemi dhe qaqë shkodh me qitë sanet vogë. Qyshe kam akronin i kam edhe sebepat. Qyshe jam vetë. Normal. Ata intelektual për me shku me nejtë goditu nuk jem. Një është gjithë mesatarët, qytetarët mesatarët. Ta është do me full për shumë temat fushës, tarët, ljopa, sa pjeli ljopa, a me të bars, a ke kur, a ke bon, me që si tema është na. Ta është valla jo, më kënë gjëj, Allah së më kënë gjëj, me të hate që të kom vjetë, që të kom me të dveta, atë kam jetë ljopa bars, atëherë ti kur kish ljopa në dveti, mës me pas ljopa në dveti. Ta është kam gabim, po kështë është realiteti. Po, si do qoftë, let jenë karakterin e tanëva, pra, shqyqër zoti, që ka ardhë koha, ju ka ra moska se cilët person, e kalëzë vetën, njëzit falca, s'ka mu, ju ka ra moska falca, bëdi hava në mënuna me kohët e te, këtu i mirë, ka me orë një ditë që me nërte, në fund ka me kalëzuat peslakin, atana edhe bje moska ademet, për shembull që sa vite kum kontribu, ose, jo që kum thonë financa, po që kum thirë me djumin tanë. Edhe aty del ademi, që s'ka ka ademi original, po ka ademi falc. Unë e kështu e shë, po shqyqër zote që po dolin sanet e po verifikohen, kush është i drejti, kush është i pa drejti, kush është miku, kush është armiku, kush është shuku, kush është vllav, kush është motra. Sot për një, tash nuk do me thonë të veç me dikam, po sot për një edhe motrën, edhe vlavën, edhe djallin, vajzën, ka orë dita tonë për verifikon. Do me thonë në veç një shak me vlerësu. Sot orë dita edhe djallin, qiken, kretë me vlerësu, sa janë për ty. Kam për shembull persona që e ka vetë baba, vajzën, qabre, s'mu qka, Allah, bre, veç në mungove që në ekonomi. Shka mi thonë tash ti? Për një, kur ta thët e vladë veç për ekonomi u mungose, nesra me dek pasporë, si thonë, shka mi thonë tash?
Jo, s'ki qaj thu, valla, jo, nuk je boj tepër, po shumë e vërtet, edhe s'ki qaj thu, duhet me mshel Tema zujnë, që po të lidhës, po të shëtema. e vërtet është, ona dem nëse s'ki me shtu diçka të falenderoj shumë Jo, për telefonatën, personte me juve me falenderit kaq. shumë, respekt pa fund nga una junë. Natën e mirë, përshëndes. Natën e mirë, gjithë mirat, respekt. Të dashur dëgjues, e kishëm pra edhe Ademin nga Gjermania, ku e falenderojna, unë ju kërkoj falje se diçka më zaglavet teknika edhe nuk më shkoj me kamerë, kështu që ju kërkoj falje, ndoshta nuk prish fund edhe kështu që shimi duke shku. Kam telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mrama, mirë se na erdhe Isak. Mirë mroma, e mirë se gjitha dhe nderume. Mirë se na erdhe, që shi o Isak, a je mirë, që a ki punë?